Kampionati kombëtar i peshngritjes për kategorinë e moshave i zhvilluar në Parkun Olimpik Feti Borova në kryeqytet ka evidentuar vllaznin si ekipin më të mirë për 17 vjeçarët, ku në përfundim të garave u shpall kampion kombëtar. Një sukses ky që vjen pas një pune serioze dhe shumë profesionale nga ana kryetrajnerit Sajmir Laxha, që gjatë këtij sezoni sportiv ka arritur të fitojë edhe kampionatet e moshave për 15 dhe 18 vjeçar. Dhe mas sa viteve, sakrificave arritme që kemi një brez peshngritës të talentuar dhe u shpall me kampion Shqipënie. Nga vllaznia në veçanti dhe në gjithë Shqipërinë ishte sportisti i kampionatit Antonino Mollisi. Pasi thej edhe 2 rekorde kombëtare pra në vazhdimsi thjesht rekordeve. Por mund të përmeni Klevis Bazin, i cili bani një aktivitet shumë të mirë. Ensar Proni, një djalë i talentuar, tash u fut edhe në linjën e sportistëve mirë, ku kemi marrë edhe një sportist tjetër të ri, i cili është shumë i talentuar, Samuel Kola, i cili doli i dyti në Shqipëri në peshën e vet. Pra, këto 4 sportistë, Antonino, Klevisi dhe Ensari bashkë me Samuelin, ishin koka e bërthamës të ekipit. Figurën më të mirë sportive e bëri talenti Antonino Mollisi, i cili përpos titullit kampion individual arriti të përmirësojë edhe rekordin kombëtar. Janë tashmë 2 sportista të nivelit lartë, Sajmir Laxha dhe Antonino Mollisi, i cilët janë tash anëtarë të ekipit kombëtar, ku vlen të përmendim Antonino Mollisin, i cili kryi një aktivitet botëror dhe u rendit i 4 në botë. Tani kemi kampionatin evropian shumë shpejt dhe shpresojmë që të kthejmë me 3 medalje arit. Për Federatën Shqiptare të Peshngritjes, ky aktivitet ishte edhe testi për zgjedhjes së kombëtares Kuqezi për pjesëmarrje në kampionatin evropian që do të mbahet në Madrid, ku për meshkuj Shkodrani Mollisi është konkurruesi i vetëm, ndërkohë që për femra janë dysha Kelejda Caria dhe Majda Lozi.